Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në daljen e radhës ngriti akuza për kryeministrin. Sipas tij, Rama po bën presion ndaj kushtetueses. Jam këtu gjithashtu për të dënuar përsëri me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presion në jashtëzakonshëm të pandëgjuar kurrë më parë mbi gjykatën kushtetuese, metodat antiligjore dhe antikushtetuese që po përdoren për të diktuar kësaj gjykate vendimin e Edi Ramës me të cilin po bllokon luftën kundër korrupsionit për të mbrojtur veten e tij dhe Lubi Ballukun nga vjedhja e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras. Me këtë rast, parajmëroj Edi Ramën se këto qëndrimet të tij dhe kjo përpjekje për të mbrojtur veten e tij nëpërmjet gjykatës kushtetuese do kenë pasoja direkt mbi të. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se opozita do të tërhiqet nga procesi i zgjedhjes së avokatit të popullit, pasi sipas Berishës, mazhoranca ka bërë një lojë të turpshme. Narkomazhoranca ka bërë një lojë të turpshme me këtë, por ne kemi ndjekur. Ne kemi qenë të bindur në intriga dhe banalitetin e tyre. Opozita ka tërheqë të gjitha firmat për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë. Tani çfarë bën sot? Sot futën kandidaturën e tyre, i cili në kuadrin e 27 kandidaturave kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Ne s'marrim pjesë në votim fars. Jo. S'ka diskutim. Kjo që bën është një akt i ulët primitiv i Edi Ramës. Kryedemokrati dalit në shesh nuk i cilëson protesta, por si tubime të mëdha. Protestat do fillohen, jemi duke i përgatitur, po përgatisim, dhe do fillojnë. Vendimet e gjykatës, fakti që gjykata e mori në shqyrtim, pranoi ta nuk hodhi poshtë, nuk e refuzoi të paligjshme kërkesën, është tepër shqetësues. Është tepër shqetësues. Mos harroni se kjo gjykatë ka shpallë të paligjshëm duke shkelmuar kushtetutën. 30 deputet të opozitës që paraqiten kërkesë për çështjen time. Kjo gjykatë, 30 deputet të opozitës, të drejtën e ankimit në gjykatë e kanë me kushtetut. Gjykata tha jo, në mënyrën më primitive, në një akt banal, primitiv të turpshëm, në një shkelmim të kushtetutës. I pyetur nga gazetarët për zgjedhjen e Joni Ketës në krye të BKH-s, Berisha u shpreh se nuk ka dieni për këtë person, por e sheh si një procedurë normale.